Nëse e provoni recetën e këtyre qebapave, nuk besoj që keni me ndru ndonjëherë. Të shpejt dhe tepër të lehtë për me përgatit. Krejt çka duhet të bëjmë është që fillimisht mishën dhe qepët i bëjmë bashkë, pastaj të shtojmë tullin e bukës, kripën, melmesën, piperin e koq, sodën, i përzijmë, shtojmë edhe ujin e gazuar dhe magdanozin. Brumin e punojmë mirë dhe e lëmë në frigorifer. Pastaj ja japim formën sipas dëshirës, i pjekin me vaj të parangror dhe janë gati, ju bëfshin mirë nëse i përgatitur me shpule me salcë, i shpejtë dhe tepër i lehtë për të përgatitur. Për këtë recetë na duhet shumë pak kohë dhe pak përbërs, pasi që përbërsit i mund t'i gjejmë shumë lehtë, sepse na duhet vetëm mesh, qepë, salcë tomatesh dhe krem kuzhine. Mishi mbetet shumë i butë dhe salca po ashtu ka një shije perfekte që mund të shoqërohet me orez apo me patate. Ju bëft mirë nëse e përgatesni. Ajk me speca, e shoqëruar me bukë shtëpie, e shpejtë dhe tepër e lehtë për të përgatitur. Krejt çka duhet të bëjmë është që fillimisht ta përgatisim bukën duke përzirë kosin, kripën, miellin dhe klorin për pjekje, e formojmë mirë dhe e shtrim në tepsi që e kemi lyer me vaj paraprakisht. E pjekim në anën tjetër, specën e ndajmë në copa, e skuqim në tigan me pak vaj, pastaj i hedhim ujë të ngrohtë dhe e lëm që të vlojë pak. Marrim ajkën e freskët, e vendosim sipër specave, shtojmë edhe pak krep, e përzijmë dhe e vlojmë në temperaturë të ulët. Ju bëf mirë nëse gjok me ajk, i shpejtë dhe tepër i lehtë për të përgatitur. Krejt çka duhet të bëjmë është që fillimisht ta fërgojmë sugjukun, pastaj në një anë të bëjmë bashkë djathin, vezët dhe ajkën e freskët nga Magic Ice. I përzijmë derisa të krijohet një masë homogjene. Sugjukun e fërguar e largojmë nga tigani dhe në të njëjtin tigan e hedhim masën e fituar, të cilën e vlojmë pak, pastaj e hedhim tek ana me sugjuk dhe e kalojmë në furrë. Ju bëft mirë nëse e përgatesni. Qofte me kajmak, të shpejta dhe tepër të lehta për me përgatit. Krejt çka duhet të bëjmë është që fillimisht mishin ta përzijmë me të gjithë përbërësit që i gjeni poshtë në përshkrim, e pastaj ta lëmë që të pushoj. Në anën tjetër bëjmë bashkë kajmakun duke shkrirë gjalpën, ajkën e freskët dhe vaj kremin. E kalojmë në furrë derisa të shkrihet, i shtojmë edhe pak melmesë. Kur qoftet e janë gati, ja japim formën duke i lagur duart me pak ujë, i pjekim në vaj, i shtojmë në kajmak dhe janë gati.